Jepja fokus disa produkteve farmaceris të cilat janë për pastrimin e lëkurës. Se kemi folë gjithmonë për hidratimin e këto gjërat. E para është pastruesi cleanser, i cili po flasim gjithmonë për linjën për lëkurën që është shumë e ndjeshme dhe e prirur për alergjit ose nëse irritohet shumë shpejt. Pastruesi krijon një shkumë shumë të lehtë dhe delikate për pastrimin në mëngjes edhe në darkë. Një produkt tjetër fantastik është toneri, që ju e keni parë që unë e përdor gjithmonë si një spray. Në fakt, ky produkti mund të përdoret edhe duke e vendosur te një nga ato disk pambuku, edhe funksionon në fakt edhe si një scrub shumë i lehtë, sado ju duhet vini në lëkurë. Siç e thash, janë gjithmonë produkte të lëkura shumë të ndjeshme, kështu që kjo ka dy mënyra për ta pastruar. Për të pastruar lëkurën në mënyrë më të thellë, e përdor edhe se e kam lëkurën e tapit, që në fakt është për çdo lloj lëkure dhe lëkurat që në fakt më të yndyrshme, nga që unë përdor shumë makjazh dhe mund të më mbyllen poret. Ky heq çdo lloj lëkurën tuaj, është fantastik. Unë e përdor vetëm një herë në javë që mos më thaj lëkurën time, por për gjithë ata që kanë lëkurën më të yndyrshme, është perfekt mund ta përdorni edhe 2 herë në javë. Fantastik, pastron lëkurën në thellësi, heq çdo bakteri dhe këto janë produktet must për pastrimin e lëkurës dhe më tej të vazhdoni me hidratimin. Kjo është Farmaceris.